është që këto zgjedhje si rrallë ndonjëherë kemi një rezultat disi të parashikueshëm nga njerëzit dhe mendoj që shumica e popullatës e atyre të cilët duhet ishin zjarrt, se zakonisht pjesa e zjarrt është atyre që pret ndryshimin. Mendoj që kjo mungon. Ndonse Partia Demokratike apo disa parti të tjera kanë masivitet që në hapjen e fushatës, po ta vëmë re, qofte partia vjetër demokratike, qofte partia re, partitë e reja, ndonse mund të mbushin salla apo sheshe, po ti shikosh janë si konferenca shtypi, gjithë janë tulur në karrike, dëgjojnë duart kështu dhe nuk ka brohoritje, thirrje, entuziazëm. Absolutisht. Po ta vësh re, kjo është dhe te partitë e reja dhe te të vjetra. Domethënë, kjo është karakteristika që mua më bën. E njëjta pyetje edhe për ju zoti Shej, sepse ju jeni që nga kandidat